10 jo 10 po sa, 210 jo 210 po sa, 60 jo 60 po sa, 10, 120 etj. Ne nuk e dim ende se sa udhëheqës janë ftuar nga presidenti Trump në kohë e kapacitetet të ndryshme, apo do të ftohen për t'u bashkuar nismës së tij globale, por dim me siguri që as në Argjentinë, as në Turqi, ku udhëheqësit e atyre vendeve ku më të mëdha se sa vendi ynë e kanë njoftuar publikun për ftesën, nuk ka pasur kurfar debati mbi madhësinë e numrit të antarëve të bordit paqes. Përkundrazi, përfshirja e vendit ndër të ftuarit është konsideruar diçka pozitive, e mirëpritur dhe e pranuar me falënderim. E nëse për ato vende dhe të tjera në përmasat e në peshën e tyre të madhe gjeopolitike, kjo është diçka pozitive, për Shqipërinë e vogël, kjo është diçka e jashtëzakonshme, me një përmas e peshë historike.